Më falni, a është e vërtet kjo që thot ky bashkëdhetari jon këtu? Thot kanë ikur, e ka fjalën për ata që kanë ikur nga Shqipëria, kanë ikur populli dembel që spunonte, rrinte 4 orë në kafe. Kanë ikur ata që spaguanin taksat, dritat në kohë të salës. Ti zotri që më shkruan, e para nuk mendoj si ti. Unë nuk mendoj se ne jemi një popull dembel njerë, radhë parë. Nuk është se ikim se s'duam me punu. Se ata që ikin duan me punu, prandaj ikin, duan të punojnë dhe të fitojnë më shumë dhe të jetojnë më mirë, me punën që bëjnë. Na rezulton që ka ikë një pjesë e konsiderueshme e shtresës mesme, të cilët mund të jetonin këtu edhe me rrogat që kishin. Por unë nuk besoj se mund ta etiketojmë kështu shqiptarin që ikën nga Shqipëria. Nuk ikim neve se s'kemi dëshirë me pagu dritat, se s'kemi dëshirë me pagu taksat. Jo, nuk është e vërtet. Ne ikim sepse mendojmë më të mirën për fëmijët tanë, mendojmë se me atë punë që bëjmë mund të vlerësohemi më shumë. Ne ikim jo se nuk duam vendin, por ne ikim sepse nuk duam kushtet që na ofron vendi. Dhe kjo është pse ikim. Jo se jemi dembel apo se s'duam me pagu. Se atje ku shkojmë, në Gjermani, në Itali, në Amerikë, në Francë, në Angli, kudo që shkojmë, në Greqi i pagujmë gjitha. Pra jemi po ne që shkojmë, punojmë, nuk rrim 4 orë, 5 orë në kafe si pas kësaj që thuti, por i punojmë dhe i pagujmë gjitha. Kështu që nuk më rezulton të jetë vërtet. Dhe këto deklarata kështu, kur i shkruani në komente, duhet bëni shumë kujdes, sepse njerëzit po vuajnë jashtëzakonisht tepër. Po shkojnë në tokë të huaj, atje ku mbase s'njohin asnjë dhe po fillojnë jetën nga fillimi, pse? Për një jetë më të mirë për fëmijët e vet. Kështu që nuk jam dakord me ty.